Fondacioni Lidia me një projekt për paraplegjikët. Lajmi bëhet i ditur nga vetë drejtori ekzekutiv i këtij fondacioni Ibrahim Bajrami, i cili për APT News tha se rajoni Sarand Elvin ka nevojë për një qendër kujdesi për fëmijët paraplegjik, të cilët në këtë rajon nuk janë të pakt. Në këto situata kemi në Fondacioni Lidia bordi kryesisht po dhe stafi kemi zgjedhur që të kujdesemi për këtë problem. Ky është aktualisht ne po bëjmë një pjesë shumë të vogël, jemi duke dërguar një fizioterapist në familjet e këtyre fëmijëve për të ofruar fizioterapinë për këta fëmijë që të ndihen pak më mirë, edhe të jenë pak më të fortë në gjymtyret e tyre, të kenë më shumë masë muskulare, të mos krijojnë plagë. Por se ka nevojë për një trajtim më të madh. Një pjesë e familjeve që kanë fëmijë në gjendje të tillë janë familje të cilat kanë edhe situata ekonomike shumë të vështirë. Fondacioni Lidia i dhuroi një familje të tillë në zonën e Delvinës një shtëpi lëvizëse, e cila ka një sipërfaqe të respektueshme, gati 21 metra katror, faktikisht. Por të jemi realist, nuk janë këto që zgjidhin problemin. Këta fëmijë kanë nevojë për një trajtim të përditshëm, për një ushqim të shëndetshëm, për një person her pas here specialist i cili të ofrojë asistencën e vet. Në familjet që kanë edhe situata të vështira ekonomike, ne jemi duke menduar aktualisht të zhvillojmë një projekt që kemi të thosha edhe një fjalë të mirë nga që të dyja njësitë vendore të zonës, si nga Delvina dhe nga Saranda, për të mbështetur në këtë projekt, sepse që të dyja njësitë vendore janë të ndjeshme ndaj kësaj problematike dhe kanë qytetarë të tyre që vuajnë nga kjo. Jemi duke menduar për një qendër e cila të funksionojnë nga ora 7 në mëngjes deri në orën 5 në pasdite, me një trajtim 24 orë për ata fëmijë të cilët nuk munden të lëvizin dot, të kthehen në shtëpinë e tyre, domethënë. Po për ata fëmijë të cilët janë në gjendje më të mirë që mund të shkojnë në shtëpinë e tyre në darkë, Fondacioni Lidia do të lehtësojë prindërve situatën për kujdesin e këtyre fëmijëve dhe do që dhe mamaja të ketë mundësinë të punojë dhe babai të ketë mundësinë të jetë më i lirshëm, edhe në orën 5 kur kthehen në shtëpi, kur janë më të qetë, kur janë sigurisht me mendjen për familjen, të kujdesen për fëmijën, edhe ne të heqim një pjesë të kësaj bare të rëndë që ata kanë përsigurur. Sigurisht në fundet e komunitetit evropian këto janë detyrimet të cilat mbulohen nga qeverisja vendore dhe pushteti qendror. Në Shqipëri, fatkeqësisht, kjo lloj problematike është e pambuluar. Edhe këta fëmijë dërgjen, le ta themi, sepse ky është edhe llafi, dërgjen në shtëpitë e tyre pa mbështetje. Në një pjesë të rasteve ata munden të marrin ndihmën ekonomike, në një 2 nga rastet me të cilët ne punojmë ata s'marrin as ndihmë ekonomike. Për shkak të vështirësive që ata kanë në nxjerrjen e dokumentacionit të nevojshëm për këtë çështje. Kështu që ky është projekti i ri që ne jemi duke u përpjekur të bëjmë, në të njëjtën kohë është edhe një projekt për studimin e situatës së fëmijëve me anësi të kufizuar, por kjo është një çështje mbarkombëtare, domethënë që jemi duke e bërë në disa qytete dhe jemi edhe kjo pjesë e punës po ecën goxha mirë dhe është një punë që po bëhet me ndihmësën e vyer edhe shumë të shtrenjtë të studentëve të Fakultetit të Infermierisë në Sarandë. Përfundoi me sukses ndërtimi i landfillit rajonal të Bajkajt me vlerë totale investimi $4.4 milion dhe stacioni transferimit të mbetjeve në Himar me vlerë financimi $608.500. Landfilli i ri me pajisje bashkëkohore të financuara nga fondet e projektit të qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore me vlerë $1.2 milion do të sigurojë menaxhimin e integruar të mbetjeve me një kapacitet depozitimi 25.000 m3 në vit, duke i shërbyer të gjitha njësive vendore të qarkut të Vlorës. Përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm i Sarandës. Fal ndërhyrjeve të kryera në sistemin e furnizimit me ujë në Sarandë, me një vlerë totale e investimi $3.2 milion amerikan, furnizimi me ujë të pijshëm është përmirësuar ndjeshëm për 40.000 banorët e Sarandës dhe 300 banorë të fshatit Navaric. Ky investim është bërë në kuadër të projektit të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Bankës Botërore, një projekt me shumë komponent ku synimi kryesor ka qenë zhvillimi i qëndrueshëm dhe i integruar ekonomik, mjedisor, turistik dhe kulturor i Bregdetit jugor të vendit.
Nga Komisariati i Policisë Sarandë bëhet me dije se filloi procedimi penal në gjendje të lirë për një 34 vjeçare banuese në Sarandë, e cila me anë të mashtrimit i ka vjedhur laptopin një qytetari. Gjatë mbrëmjes në qafë 6 në banesën e një 39 vjeçare i kanë hyrë persona të pa identifikuar, të cilët kanë vjedhur një motor tip Honda, ndërsa nga Komisariati i Policisë Delvin bëhet me dije se në fshatin Mesopotam gjatë natës është vjedhur me thyerje një lokal, ku kanë vjedhur pajisje me vlerë 70.000 lekë. Rajoni Veneto në Itali i dhuron bashkisë Himar të gjitha pajisjet e nevojshme për hapjen e një klinike dentare. Pajisjet e klinikës dentare që do të instalohet në Himar janë dhurat nga kompania Energia e Sorizi për komunitetin e Himarës. Me këtë klinik dentare jepet zgjidhje mungesës së gjatë të këtij shërbimi shëndetësor të munguar në qytet. Veneto Banka mundsoi ardhjen e këtyre materialeve të nevojshme dentare, ndërsa kompania Dental Leader Corsi do të asistoj montimin e kësaj klinike dentare.